Në politik, gjithçka është e mundur. Këtë shprehje kryeministri Kristian Mickoski e përdori në përgjigjen e pyetjes nëse ka mundësi që deputet të Frontit Evropian t'i bashkohen shumicës parlamentare. Megjithatë, kryeministri tha se këtë javë gjithçka do të jetë më e qartë, referuar ndryshimeve të fundit pas largimit të Arben Taravarit nga Vleni. Po ashtu shtoi se do të dihet se kush do të jetë ministri i ri i shëndetësisë. Sipas Mickoskit, për më pak se 5 muaj nga fushata zgjedhore e zgjedhjeve lokale, po definohen se cilat janë dy bloqet politike. Këtë javë do të jetë më e qartë, por një gjë është e qartë, për më pak se 5 muaj prej fushatës po definohen dy bloqe. Njëri blok është i së kaluarës, i turpit, i korrupsionit, i grabitjes, i cili bashkëpunon të ngushtë me bandat kriminale, të cilit fatkeqësisht Arben Taravari vendosi t'i bashkohet, dhe bloku tjetër është bloku i qytetarëve të ndershëm, bloku i Maqedonisë. Edhe për zëvendës kryeministrin Arben Fetaj nëse ai do të vazhdojë të mbetet në atë pozicion pas largimit të ASH-s nga kjo qeverisje, Mickoski u shpreh se pret që të takohet me përfaqësuesit e Vlenit, me të cilët, siç tha, do të diskutojnë për të ardhmen e qeverisë dhe koalicionit, me program të qartë për zgjedhjet lokale.